se të gjeta. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Jemi bërë kështu me ngjyrë jeshile sot, kombinim. Me specat, jemi kombinuar me specat sot. Me bimat aromatike. Në rregull, po. Çfarë do gatuajmë sot? Speca të mbushura. Speca të mbushura me mish të grirë. Njëra tjetër do bëj pa mish të grirë sepse me thënë të drejtën, lezetin e kanë vetëm oriz dhe me bim aromatike. Gjë që unë i kam lënë të paktën për korrikun i kam lënë atë recetë. Kam mishin e grirë e kam vendosur në ujë me pakën sfare vaj, gjë që derisa të kokrizohet, unë shtoj edhe qepën. Ja. Shtoj qepën, shtoj edhe pakën sfare ujë dhe e lë në terezin e vetë. Këtu kam specat i kam pastruar, edhe i kam lënë këtë kapakun, gjë që kam parazier orizin, sepse nuk dua që të vënohen shumë. Kam galeta është gjithmonë opsionale. Te galeta ne mund të shtojmë pak kripën, pecin e kuq, pak fare. Dhe e vendosim të kapaku gjë që është për në fund fare. Këtu kam salcën që dëshkoj bashk të korizi dhe këtu kam salcën që mua më duhet për të ashtruar poshtë në tavë. Këtu, pa tjetër, që do jetë një kombinim me specin e kuq, pakës fare, një prekje letë piperi dhe normalisht edhe kripa duke e përzier. Ja? Do t'i shtoj edhe pakës fare ujë dhe jemi në rregull. Pra gjithçka ka të bëj para përgatitja. Një sqarim dje tek byreku me petë zjera. Sepse unë nuk mund t'ja jap gjithë sqarimet, po t'ju them. Pra, nuk është domosdoshmërisht që petët të jenë të holla, sepse ajo është një petë tamam si lazanja. Pra nuk duhet të hollë. Nëse unë e kam të hollë dhe zihet, çfarë më duhet mua, që unë ta kaloj në zjerë dhe vendos. Pra, ajo duhet të jetë si peta e lazanjës, të jetë e trash, dhe normalisht, dhe nëse nuk të dele rregullt, nuk ka problem, sepse pjesa e parë dhe mund ta shkëpusësh, sikurse dhe lazanjat ne vendosim pet. Pra, nuk duhen të jenë petë të holla. Petë të holla kërkon vetëm baklavaja dhe petët e byrekut që janë një nga një. Por ne kishim normale, nuk kishim as të holla as shumë të trasha, që të mbaja të peshën edhe të vendoset të lloj në ujë. Plus që edhe nuk duhen të piqen, sepse ato janë të zjera. Vetëm pjesa e sipërme që ne ja sqaroj një zonjë faktikisht, nuk se sqaroja dot të shkruar. Në të shkruar, sepse dhe e shkruara ka nuk arrin do ta thuash gjithë mesazhin që ta shpjegosh siç duhet. Besoj se jemi deri këtu e kemi mirë kuptimin. Ju pres gjithmonë të shkruani dhe unë t'ja u jap sqarimet. Pastaj neve ju ftuam dje dhe që të na telefononin zonjat, se kanë filluar që pinë kafe, bëjnë pazare, dikush na ndiqte se edhe më ka takuar rastësisht një zonjë dje që unë e përshëndes, nuk e mësova emrin, por nga që ka filluar vije në këmbë, në punë. Dhe zonja më ndaloi se kishte parë nga mbrapa kisha lënë pak çantën unë hapur. Dhe pastaj kur më pa përballë, unë niki tha. Pikërisht dhe për lakrorin, tha, i mirë doli ai lakrori shumë i mirë, ai byreku me petë të zjera. Dhe i thash, po kishte pyetje, i thash, të na telefonoje. Po me thënë drejtën, tha, po ju ndiqja me zonjat, me shoqet që po pinim kafe dhe po ju ndiqnim kështu në telefon, edhe pak nga lokali. Kështu që edhe nga telefoni mund të jetë një opsion shumë i mirë që na ndjekin shikuesit, edhe pse nuk e di si e kishte marrë vesh edhe te shqiptara.com te live streami mund të na ndiqet. Më bëri përshtypje dhe për moshën që kishte zonja. Kështu që unë të falenderoj, nuk ta di emrin, por shumë faleminderit. Po, patjetër, mirëpresim këshillat tuaja, kritikat tuaja, sugjerimet tuaja, dhe ne t'ju kthejmë përgjigje. Dhe nëse nuk u kthejmë përgjigje në kohë, normalisht do ta priste nga emisioni. Po, këtë sqarim. Gjithsesi të tregojnë që ne lexojmë dhe kuptojmë çdo shqetësim, sugjerim, kritik tuajën në rrjetet tona sociale, në YouTube, kështu që jeni të lirë të shkruani, të sugjeroni dhe të pyesni, ndonjëherë sqarim do t'ju vijë edhe në emision, kështu drejt për së drejti. Tani, i bëjmë një përmbledhje. Ai vyer që është kur ne japim sqarimet, të thoni Albano kuzhinier flet,
Po s'foli kuzhinierja, nuk e sqaron. Si tu ati? Edhe në shtëpi pa u sqaruar nuk duhet flesh me njerëzit e shtëpisë, pa e mbyllur çështjen, pa e komunikuar deri në fund. Jo, ne me publikun. Mbyllë emisioni se ke folur për një vit. Mbyllë kaq është. Jo, tani do lexojmë recetën bashkë, t'ja tregojmë produktet, se çfarë përmban receta e sotme, recetë vere, speca të mbushura. 5 speca të mëdhaja, 400 gram mish i grirë, 150 gram oriz, 1 qep e madhe, 2-3 lugë gjelle salcë domatesh, 3-4 lugë vaj ulliri, krip piper i zi, piper i kuq, i ëmbël, majdanoz i freskët ose nenexhik. Kështu t'i gatuajmë ne specat e mbushura. Atëherë, për të sqaruar të bimët aromatike, nëse ne kemi me mish të grirë, kalon, shkon me majdanoz. Nëse ne kemi pa mish të grirë dhe vetëm oriz dhe bimë aromatike, shkon nenexhiku. Shkon nenexhiku i thatë që të kemi më shumë, sepse është aroma shumë e përqendruar, dhe më pak nga i freskëti. Tani shikoni se si unë kam të rezultatin, ja, është komplet mishi i kokrizuar. Po. Unë tani shtoj salcën me pakës fare ujë që une e holloj. Duke shtuar specin e kuq dhe duke e përzirë. Do të shtoj pak fare spec djegës, gjë që ju e keni sërish opsionale, por i jep një shije të ëmbël. Dhe speci djegës që është farës, quhet bukovo. Do të shtoj masën e kripës, që e kam tamam, si kurse dhe një prekje piperi këtu, ndaloj pastaj. Jo aj sa kam. Do marë oriz aq sa mua më duhet. Tu në tavë kemi shtruar salcën, nuk do jenë në të thatë, po do jenë në një shtrat salce dhe vaj ulliri. Nëse orizin do ta kishim të pasur, do ta kishim edhe ndoshta më përpara, bashkë me qepën mishin. Kaloj shtoj orizin, pra e njëjta procedurë, thjesht do zgjerje më shumë, sikurse dhe ujë, masa e ujit. E mirat mirave është orizin u ta zgjeni siç keni ujin, pra siç e mbushni ujin, shtoni dhe orizin. Orizin normalisht rrjetisht lar dhe me 2-3 pika limoni. Është ka aromën, normalisht është dhe përzjedhja e orizit çfarë mendoni ju. Por limoni jep edhe aromën dhe heqjen e amidonit akoma edhe më tepër. Shto edhe pak fare ujë. Pansoret këtu dhe bimët aromatike. Bimët aromatike. Marr pak. Është shumë i bukur ky fustani. Ngjyrë jeshile, pëlqen jeshila se është qetësuese në syt. E ti e veshur me ushtarake, mban qëndrimin lart. Aman si është, moj kukull je për sot. Shrosh, faleminderit. Sa s'fikë goja ime pa folur. I them pas mundem. Kujt nuk i pëlqejnë komplimentat? Kujt mos i pëlqejnë? E bukura, një sekondë. E bukura tërheq. Ke pa një gjë të bukur dhe mos ta kthesh kokën mbrapsht? Jo, më. Kaq. Pra unë i përulem gjithmonë bukurisë. Urdhëro? Hajt më. Do që katonajt e Tiranës ka një gjë. Hajt më shtyhet. Kur është që gjellë e mirën, gjellë e bukur fort. E bukur, kështë ton Tiranësit. Tu jemi dhe gjellë e bukur fort. Marë të gjithë bimat aromatike një nga një. Si tu t'i vise e thonë kështu, pa. Po, ja shtojmë në fund të gjithmonë bimat aromatike. Ja, kam këtu. Ja. Më asnjë gjë, nuk do. Thjesht do mënyrën. Pakës fare ujë sërish, mjafton që mos jetë e thatë fare, por jo dhe e lëngësht. Aq sa
do llogarisni aq sa kokrat e orizit brenda, nëse janë të thata fare, do dalë i pazjer. Sado që ti ta lësh në furrë. Pra duhet të ketë lagëshirën e vet, pra duhet të ketë pak lëng që të krijojë zgjerrjen. E thash në furrë. Furra është ndezur në 210 gradë, 210, 220, në varësi të tekave të furrës që keni në shtëpi. Po. Dhe me sa po shoh, kemi gati mbushjen. Gati kemi mbushjen. Oni këtë lutem shumë ose hardin, që quhet ndryshe. Pak kripën, sepse e kam konsumuar të gjithë. Shumë faleminderit. Edhe për të salca ndoshta dhe për të specat. Le të bëjmë mbushjen, marr një lugë. E këto specat për mbushje që janë një 2 lloje më duket? Sa si më të vogla, më të gjëra janë këto mesatare. Janë jeshilet që janë të gjëra. Janë të verdhët, sërish janë të gjërë, dhe kjo mazë. Me thënë, tek ne janë 3 varietete. Nëse gaboj, mund të këtë dhe 4, po unë ka që di. Ka që më shpeshta në treg, me sa kemi parë. Shtoj krip pak edhe masën e orizit. Dikush i pëlqen specat e mbushura vetëm për mbushjen, në familje. Ama diku kalamaj donin vetëm mbushjen. Vetëm mbushjen dhe lën më njanë pjesën e specit. Sa unë ndërgjësuam dhe kryuam familje vetë, shkë punë. Tani që të mos thahen, duhet ky shtrati tu, kripën. Në salcë. Edhe një letër alumini më pas. Për ta mbuluar. Sepse nëse do të vendosim si që është direkt, do të thahet më shumë edhe pjesa e shtratit, po ashtu edhe specat që pjesa tyre e cipës, fillon edhe digjet, largohet, nuk bashkohet mirë me shijen e mbushjes, dhe tek i kemi 3 specat e parë, kemi mbushur, një recetë shumë e thjesht e verës. Ka një sekret. Ka shumë mënyra për t'i mbushur specat. Unë thash, më idealja në verë është pa mishin e grirë, por thash, do ta sjellë. Me orizin, me erza, me këto. Me bulgur e kemi sjellë. Po, me bulgur, me kuskus. Me kinoa nëse zgjerojmë. Në fare në furrë, vetëm kalohen si u bën ato specat me gjizë. Pak skuqje dhe... Ja dhe specin e fundit. Edhe nëse të pron pak mbushje, vendosim tek shtrati, se bashkohet me salcën, nëse është gati fix. Ka salcë faktikisht edhe. Nuk duhet, po unë qam si në pësmadhe, e sqaroj vetë në reklama. Nuk na ka mbetur shumë, pak fare. Rikthehemi në rrezën tonë, në këndin e gatimit, për të vazhduar punën me këshilla, truke, receta. Kemi përgatitur speca të mbushura, është në furrë, në pjekje e sipër, për t'ja u rikujtuar dhe njerë pja u lexoj përbërësit si përgatitëm, derisa ndoshta në fund të kësaj hapësire të kemi mundësi ti servirim për ju, ja tek i keni përbërësit, 5 speca të mëdha, 400 gram mish i grirë, oriz gjithashtu 150, një qep e madhe, salcë, vaj ulliri, krip, piperi zi, piperi kuqi ëmbël dhe majdanozi freskët ose energjik, dhe për këtë pjesë e sqaruam.